Ministri i Punëve të Brendshme Agim Nuhiu, pas takimit të sotëm me kryetarin e SHGM-s Naser Selmani, informoi se SPB Shkup ka ngritur kallëzim penal kundër njërit nga sulmuesit e ekipit të A1-on. Nuhiu shtoi se SPB Shkup në ditët në vazhdim do procedojë kallëzime penale edhe kundër personave të tjerë që konsiderohen si të dyshimt për këtë rast. SHGM i ka dorëzuar Nuhiut një listë me raste të pasgjidhura ku prej e sulmeve kanë qenë gazetar, e të cilat pret që MPB t'i zgjidhë sa më shpejt. Prokurorët speciale publike Katica Janeva dhe Fatime Fetaje kanë shkelur kodin etik të prokurorëve publik, ka vendosur kështu Këshilli i Prokurorëve Publik në takimin e mbajtur dje. Në pyetjen e gazetarëve për akuzat për falsifikim të proces verbalit nga seanca paraprake gjyqësore të bëra nga Janeva dhe Fetaj, drejtuar Mihajlovës, kryetari i Këshillit Petar Anevski tha se për Këshillin në rëndësi ka vetëm sjellja e prokurorëve. Havaja shteti i pari i cili ngriti padi kundër vendimit të ri të presidentit Donald Trump. Ky shtet konsideron se me këtë vendim të cilin Trump e nënshkroi ditën e hënë, ai e shkel Kushtetutën e Amerikës, ndërsa në padi theksohet se ky vendim e dëmton popullatën muslimane në Havaj, e dëmton turizmin dhe studentët e huaj.